Kryeministri Edi Rama së bashku me Ministren e Punëve të Brendshme Albana Koçiu dhe Ministrin e Drejtësisë Besfort Lamallari kanë prezantuar një sër masash të reja në sektorin e ndërtimit, të cilat synojnë të forcojnë kontrollin, të rrisin përgjegjësinë dhe të mbrojnë interesin e qytetarëve. Kreu i qeverisë paralajmëroi se çdo punonjës shteti i cili kapet me ndërtime pa leje nuk do të lejohet të punojë më në shtet për një periudhë prej 7 vitesh. Mëtej Rama nuk ka lënë anash as ironit me paraardhësinë e tij Sali Berishën, për të cilin tha se në kohën kur ishte kryeministër deklaronte bathoren si mrekullinë e 8 të botës, pasi ishte ndërtuar i gjithë pa leje. Sporti i ndërtimeve pa leje është zhvilluar si sport kombëtar, është nxitur dhe nga lart. Ishte dikush para meje që bathoren e quante mrekullinë e 8 të botës, sepse e quante i vetmi qytet në botë i ndërtuar i gjithë pa leje. Globi nuk ka 7 mrekulli, por 8. Edhe punonjësit e shtetit janë marrë me ndërtime pa leje. Në rast se kjo konstatohet, do të ndalohet të punojë në shtet për 7 vite që nga momenti që do të njoftohet masa, tha ai, teksa më tej paralajmëroi që të gjithë ata që zaptojnë tokë pa leje, pa pasur një titull ligjor, do të përballen me masa të rënda ligjore deri në arrest me burg. Të gjithë masat e reja që janë në fuqi sot që flasim, ndërkohë që hynë për konsultim ndryshimet në kodin penal. Në ndryshimet në kodin penal ku fillon dhe zënja e tokës, pra çfarëdo lloj zënje toke publike apo private, pa pasur një titull ligjor që do të thot leje për çdo lloj qëllimi, banimi, do të dënohet me burg. Edhe për parkimin e zë tokën dhe e bën një parkim të palishëm, do të shkosh në burg, tha Rama. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.